27 vite më parë, Globari, Vërboci, Shtutica, Trsteniku, Baksi, Polluzha dhe fshatra tjera të Drenicës u përballën me sulmin e forcave okupatore serbe. 276 civil të parmatosur e të pafajshëm u masakruan. Disa prej trupave u dogjën, ndërsa të tjerë u dërguan në rashk të Serbisë me qëllim që të fshihen gjurmët e krimit. Vrasjet e foshnjave, fëmijëve, vajzave, grave, pleqve janë dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Më 30 prill 1999, pra në Poadit, në mbrojtje të civilëve të parmatosur e të pafajshëm, ranë 42 ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, tash dëshmor të kombit. Në mesin e tyre, edhe heroi Ilaz Kodra, i cili e udhëhoqi brigadën 114. Sot ne nderojmë veprën e tyre sublime, nderojmë jetën e martirëve dhe veprën e dëshmorëve të kombit. Janë ata që kanë mundësuar që sot ne kemi shtetin e Kosovës, lirinë e pavarësinë, të cilën duhet ta nderojmë me punë të vazhdueshme. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve të kombit.